Zyra e rregullatorit të energjisë nuk ka sqaruar se si do të ndikojë në tarifat e energjisë dalja në treg të hapur e konsumatorëve me mbi 10 miliona euro qarkullim ose me mbi 50 punëtor. Anise, ky institucion ka parapar zbatimin e vendimit për liberalizim nga 1 qershori. Në raportet konsultative mbi procesin e shqyrtimit të tarifave, trajtimi i kësaj çështjeje është bërë në mënyrë sipërfaqësore duke u shpjeguar procedurat, por jo edhe efektet. Sipas Institutit për Politika Zhvillimore, koha e shpalljes së vendimit nga ZRE-ja ngre dyshime mbi transparencën dhe qëllimin e këtij hapi, pasi nuk është ofruar asnjë analizë e qartë mbi ndikimin që largimi këtyre konsumatorëve do të kenë mbi tarifat e konsumatorëve të mbetur. Pavarësisht rëndësisë së liberalizimit për konkurrencën dhe zhvillimin e tregut, mënyra se si ky proces është menaxhuar nga ZRE me shtyrje dhe paqartësi të vazhdueshme, cenon rënd besimin e konsumatorëve dhe aftësinë e tregut për të përshtatur në mënyrë efektive dhe të qëndrueshme. Sqarime për këtë INDEP ka kërkuar nga ZRE-ja në komentet e dorëzuara për procesin tarifor, në të cilin është propozuar rritja e çmimit të energjisë prej 15%. Adhurim Haxhi Musa, njohës i fushës së energjisë, tha se ZRE-ja nuk ka marrë parasysh efektin e liberalizimit të tregut të energjisë, i cili sipas tij do të ketë efekte të mëdha në koston e furnizimit me energji tek anëvisrit. Do të duhet që faktikisht të inkorporohej një efekt i tillë në tarifat e energjisë elektrike. Mirë, po kjo nuk vrehet që është bërë këto, prandaj edhe këtu vret që faktikisht ne kemi shumë çështje selektive, kemi shumë çështje jo gjithëpërfshirëse në politikat që i bëjmë. Haxhi Musa është shprehur skeptik edhe sa i përket stabilitetit energjetik që do t'ju ofrohet konsumatorëve që dalin në treg të hapur. Edhe pse këto biznese janë të dalë në tregun e hapur, garancioni që këto do të kenë furnizim stabil me energji elektrike nuk mundet të ofrohen as nga zyra e rregullatorit të energjisë, as nga KEC e as nga kost, për shkak se na kemi fyta të ngushtë në sistemin elektroenergjetik. Nga 1 qershori, të gjitha kompanitë me mbi 50 punëtorë ose me qarkullim mbi 10 milion euro do duhet të zgjedhin vetë furnizuesin me energji elektrike. Kjo është kundërshtuar nga bizneset, të cilat kanë kërkuar edhe një shtyrje të këtij afati, pasi siç kanë thënë nuk janë ende të gatshme.